nuk kanë qenë aty për krime, nuk kanë bërë krime. Kanë qenë në krye të një ushtrie e cila është çlirimtare, e cila ka dhënë dëshmorët e saj, e ne jemi një popull i cili kemi dhënë martirët, kemi dhënë mbi 12.000 të vrarë, edhe fëmijë, edhe grashta të zana, dhe kjo është e vërteta e historisë tonë. Kush do me ndryshu këtë vërtet? Kush do që mundohet me godit atë? Unë mendoj që do të humbë. Dhe shpresoj e uroj që të gjitha ata që po gjykohen në Hagë do të dalin të pafajshëm. Unë mendoj që kërkush nuk mundet me na ndalë me na përqa për luftën tonë qëllimtare. Për UÇK-n jemi bashkë. Të gjitha ato që ka ndodhur në skenën politike për vitit 2010, 2000 dikujt edhe më herët, mes LDK-s apo mes PDK-s, apo mes vetvendosis edhe me PDK-n, që kanë qenë kuadër të betejave politike, në parlament, grindjet tona, përplasjet tona, unë nuk mendoj që kanë qenë për luftën, për UÇK-n, për vullnetin e popullit tonë për liri. Këto janë tjera që po i përmendni ju. Këto janë kuadër të betejave tona, të cilat kur nuk do të mund të na përçojnë. Për atë që kemi kalu bashkë, për sakrificat, për luftën e drejtë të ushtrisë qëndrueshmëre të Kosovës, këto kërkush nuk mundet me na hinë mes neve. As partive politike, as popullit tonë. Se populli ka bu luftën dhe ato personalitete që i kemi në Hagë, ato kanë qenë në krye të luftës. Në krye të luftës. E cila ka qenë një luftë e drejtë. Keni qenë të përrodhët për eksponentët vetëvendosës që i keni vizitu? Prap do të shkoj. Do të shkoni prap? Prap do të shkoj në Hagë. Po pra do të jem aty në ditën përfundimtare, kam apliku për me qenë atje, dhe do të përfaqësoj shtetin e Kosovës në atë proces. Unë pres që ky proces këto akuza me dështu janë të paqëndrueshme, janë shpifje, janë gënjeshtra të cilat e ofendojnë në palcë luftën tonë qëllimtare. Dhe pikërisht pse do të dështojnë, unë mendoj që pjesëtarët e shtabit të përgjithshëm, zoti Thaçi, zoti Krasniqi, zoti Veseli, zoti Recep Selimi, do dalin të pafajshëm. Për këtë jam shumë i bindur.